kohët e fundit janë duke qarkulluar lajme për vajzat të cilat punojnë si eskorte në burgje për të fortët, le të themi. Po ti ke bërë këtë deklaratë që në nëntor. A mund të na tregosh pak më shumë edhe emra nëse ka? Po, në muajin nëntor kam bërë një deklaratë në një televizion ku kam deklaruar për vajzat e showbizit, të cilat janë eskorta në përburgje, duke u referuar një lajmi që qarkullonte dikur për një vajzë tjetër të showbizit e cila ishte nga Kosova, Aziza Pajaziti. Sipas hetimeve të mia që pata bërë aso kohë, më doli një listë goxha e gjatë. Janë goxha personazhe të rëndësishëm të televizionit që promovojnë televizionet, të cilët kanë qenë pjesë e kësaj pjesë. Kjo ka qenë një nga arsyet atëhershme që unë jam kërcënuar dhe jam bërë dhe asnjë televizion nuk e mori më përsipër që ta elaboronte më si temë të dhe për të nxjerrë emrat. Gjithmonë fliteshe në përgjithësi për vajzat, po kur nuk pati kurkush guximin për t'i thënë. Unë mbyll aso kohë ajo temë, falenderoj kolegët gazetarë që tashmë e kanë bërë këtë gjë publike, se kanë dalë dhe video, se ka dhe video faktikisht, ku kryen marrëdhënie seksuale, madje qarkullojnë edhe video që ata ja çonin si trofe njëri tjetrit duke kryer marrëdhënie seksuale me vajzat e showbizit. Ishte si një lloj trofeu, kush kishte vajzën më të shtrenjtë, ishte më vërtet për të habitur sepse me 2.000 deri në 10.000 euro kanë qenë të paguara deri vonë. Këto elemente, vajzat e showbizit, të cilat promovojnë lehtësisht sot në për ekran. A ke ndonjë emër të miseve apo të prezantueseve? Tracy Sejdini është një nga ato e cila përflitet që ka qenë. Kevina Kthjella është një nga ato. Efi Dhedhës nuk e di pse, po i ka qarkulluar emrin te kjo lista. Keq më vjen, unë Efin e du shumë fort, po këto janë emrat të cilat qarkullojnë në për këto listat e këtyreve që unë e kam pasur këtë listë që në muaj nëntor. Është një vajzë tjetër shumë e njohur, ish mis, shumë e njohur, e cila dhe do të martohej në muajin shtator dhe që nuk u martua, kjo për mbas edhe të këtij lajmi, nuk e di, që edhe ajo ka qenë pjesë. Mbaj mend të Rike Roçi që i doli. Domethënë ishte shumë shëmtuar se si qarkullonin këto emra dhe çoheshin me mesazhe lart e poshtë për të mburrur edhe për të thënë se kush ka qenë preja më e mirë apo kush ka qenë trofeu më i mirë i këtyre vajzave të showbizit. Ka dhe shumë nga Kosova, realisht, ka shumë edhe nga Kosova vajza që janë të botës. Është një vajzë me emrin AE që nuk mund t'ja them emrin, po dhe ajo është shumë e njohur, ka SB, ka IG, domethënë janë ca emra të tjerë që unë i kam në verifikime sipër dhe që nuk mund t'i them. Po të paktën këto janë ato këto që po të them emra, janë emrat realisht që kanë dalë rëndom nga zyrat e shtetit. Si ka mundësi që këto vajza vazhdojnë të kenë kaq shumë popularitet në media? Po sepse këto vazhdojnë të promovohen. Dëgjoj, një nga denoncimet kryesore që kam pasur, nuk e kam pasur për vajzat. Unë e kam pasur për tutorët e tyre. Tutorët e tyre janë autor, janë producent të programeve televizive në televizione kombëtare, janë të njohur. Janë njerëz që të gjithë e dinë, të gjithë e thonë në zë, të gjithë e thonë nëpër tavolinë që këta janë ata që i punojnë këto vajza. Kështu që le të mos fshihemi pas gishtit. Është shumë e vërtet që këta njerëz të cilët përfitojnë fonde publike, këto rëndomi shikon në për tendera publik që fitojnë tendera, marrin projekte, fitojnë shumë të mëdha parash, i shef në çdo lloj brendi që marketojnë, i shef në çdo lloj eventi të mundshëm, janë ata që organizojnë, janë ata që bëjnë çdo gjë dhe pikërisht këta ndodhen dhe këtu, janë edhe këtu, dhe mua më vjen keq që SPAK nuk e ka filluar dhe filloi dhe t'i hetoj këta njerëz. Po të marrë një nga këto personazhe që ka marrë 30 e ca milion lekë të reja për të bërë një paçavure muze që ishte qesharak për para 3 vitesh, dhe që u zhduk, që është një projekt i dhënë nga ministri Dona Bilali, po është ky personazh që padashje pastaj përfiton një restorant, padashje me një gjë me qera këtu, padashje del diku tjetër producent, padashje del i lidhur me këto emra të showbizit të këtyre vajzave. Kështu që këto njerëz janë një lloj çarku vicioz, janë një lloj rrethi vicioz
që bashkëpunojnë njëri me tjetrin dhe rëndomi shikon të bëjnë një jetë luksoze të shfrenuar realisht dhe askush nuk merret realisht me to. E në një emër producenti apo? Ja, emra producentësh nuk mund t'jap, sepse me sa di unë janë pjesë e hetimit, e hetimi është sekret, kështu që unë nuk mund të dalë të shkeli këtë. A mendon se kemi të bëjmë me një fenomen apo vetëm raste të izoluara të disa vajzave që ti Jo, ky është fenomen. Ti shiko vajzat që futen në përputhje, ka gjë më skandaloze se sa futen për të rritur çmimin e vetes. E deklarojnë. Ato janë njerëz që thon futen dhe i thon djemve në takim, në televizion, i cili dhe transmetohet dhe mua kjo më të merron më tepër, që ti arrin dhe transmeton të tilla, ti jep të tilla mesazhe. Vajza që thonë që unë paguaj 4.000 euro në muaj make-up, një tjetër thoshte mua më duhen 3.000 euro kremra, një tjetër thoshte më duhen 5.000 ca euro për të bërë diçka. Domethënë ti qartë po jep një mesazh për të thënë këtyre lloj individëve, për të thënë këtyre lloj njerëzve që shiko, unë vlej kaq, ky është çmimi im, ti po më dhe më tepër, unë vi ke ty. Këto janë vajza që e shesin veten dhe mua më vjen keq që ka përfunduar showbizi shqiptar, ka përfunduar në këtë lloj drejtëje. Si me arrin të kalojnë filtrat në burg këto vajza, pra... Shumë e thjeshtë, mjafton të shkosh te kryeplaku i lagjes, të marrësh një vërtetim që i afër, pastaj nga këtu shkon te minibashkia, e nga minibashkia ti merr një vërtetim që je familjar, që është gjëja më kollaj e mundshme, e me atë copletër ti shkon ke drejtoria e burgjeve, ti merr atë lejen e kësaj takimi, ai tjetrit të regjistron atje, është gjëja më e thjeshtë. Ka raste edhe që regjistron me emra komplet falso, ka raste që nuk kanë lidhje fare, emrat nuk i regjistrojnë fare. E diti se sa vajza të showbizit ka që futen me emra falso brenda, ke pafundësi shumë.